Drama e opinionisteve pas finales së Big Brother VIP Kosova. Leonora Jakupi dhe Olta Gjixhari fshin njëra tjetrën nga Instagrami. Edicioni i 4 i spektaklit u mbyll të premten me shumë emocione dhe me shpalljen e fituesit, por duket se pas skenës po zhvillohej një tjetër histori, më e heshtur, por jo më pak dramatike. Nga miqësi publike në distancë virtuale. Në javët e para të sezonit, Leonora dhe Olta shfaqeshin të afërta. Ato publikuan momente së bashku, qëndronin në të njëjtin hotel dhe krijuan perceptimin e një raporti të konsoliduar profesional e personal. Për publikun, dyshja dukej në harmoni të plotë. Megjithatë, me kalimin e javëve, shikuesit më të vëmendshëm nisën të vërenin një ftoje graduale në komunikimin mes tyre. Interaksionet në studio u bën më formale, ndërsa energjia spontane e fillimit dukej se kishte humbur. Finalja dhe unfollow i qëndesi alarmin. Pikërisht në ditën e finales, situata mori një kthes të papritur. Leonora Jakupi e hoqi Oltën nga lista e ndjekësve në Instagram. Pak pas mbylljes së spektaklit, Olta Gjixhari reagoi në të njëjtën mënyrë, duke e larguar Leonorën nga rrjeti i saj virtual. Ky unfollow i dyanshëm u interpretua menjëherë si sinjal i një përplasjeje të brendshme. Në botën e showbizit, veprime të tilla shpesh konsiderohen deklarata të heshtura publike. Një histori e përsëritur? Për Oltën, tensionet në panel nuk janë diçka e re. Edhe në sezonin e tretë të formatit, ajo ishte përfolur për mosmarrëveshje me kolegë, çka shton spekulimet se dinamika e saj në role të tilla shpesh shoqërohet me përplasje karakteresh. Çfarë pritet tani? Deri më tani, asnjëra prej tyre nuk ka reaguar publikisht për situatën. Pyetja që mbetet është, a do të kemi një sqarim zyrtar, apo kjo do të mbetet një luftë e ftohtë e menaxhuar në heshtje? Një gjë është e sigurt, edhe pas përfundimit të spektaklit, drama vazhdon. Dhe publiku mbetet në pritje të episodit të radhës.